Të dashur miq që më ndiqni në rrjetet sociale për ju vetëm, unë me ju ndaj lifestyle, art, modën, gjërat që mua më pëlqejnë sepse unë kam zgjedhur të jetë kështu dhe nuk kam zgjedhur të bëj deklarata politike, jo se nuk më intereson politika, jo sepse i trëmbem ndoshta sulmeve që më janë bërë shumë shpesh edhe në formë të padrejtë, por sepse kjo ka qenë një zgjedhje ime personale. Po tani jam këtu sepse vërtet duhet bëhet një ndryshim shumë i madh. Dhe këtë gjë e them nga zemra, nuk e them ndikuar as pak politikisht, duhet bëhet një ndryshim shumë i madh në vendin tonë. Ka ardhur momenti. Qeveria aktuale për 12 vitesh ka patur mundësinë që të bëjë ndryshime shumë të mëdha. Dhe unë i referohem për shembull rinis, brezit tim, ku unë kam qenë pjesë e një grupi të madh shoqëror, të cilët të gjithë kanë qenë të shkolluar me shkolla të mrekullueshme, të përgatitur, kanë ardhur në vendin e tyre për të ndjekur ëndrat sepse kanë familjen, kanë dashur që të bëjnë diçka më të mirë, por këto ëndra janë sfumuar. Janë sfumuar sepse edhe qeveria aktuale ka dështuar që të mbaj premtimet dhe që rinin ta mbaj këtu. Në këto 12 vjet janë larguar 1 milion njerëz, për të cilët mua më ka ardhur shumë keq sepse sa herë jemi në tavolina e diskutojmë që miqtë tonë janë larguar në Amerikë apo diku tjetër për të realizuar këtë ëndra. Dhe unë nuk e pranoj që kjo është alternativa e vetme që ne kemi, largimi. Të rinjt duhet të qëndrojnë këtu, familjet duhet të qëndrojnë bashkuar, gjithë duhet marrim atë që ne meritojmë në të vërtetë, sepse shqiptarët janë njerëz të fortë, kanë ambicie dhe e di që janë shumë punëtor. Duhet marrin atë që meritojnë. Kështu unë ju ftoj që në datë 11 maj mos të injorojmë faktin që ky ndryshim duhet vi dhe të votojmë për ndryshimin, të ngrihemi të gjithë të votojmë dhe e bëj këtë video sidomos për të referuar rinis që e di që mund ta shmangin procesin e votimit. Në datë 11 maj mos harroni, votoni ndryshim.